Partia Demokratike ka mbështetur plotësisht iniciativen e këtij grupi intelektualsh, të cilët janë të përkushtuar për bashkimin e të gjitha forcave politike opozitare dhe faktorëve të tjerë në betejën kundër të keqes më të madhe që ka njohur dhe ka pllakosur Shqipërinë, kundër Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Ne patëm një diskutim të frutshëm si koalicion dhe mund të them se koalicioni mbështet plotësisht nismën e tyre. Skenari i protestës? Urdhoni? Për protestën? Skenari i protestës si do të? Skenari i protestës ditët në vazhdim do azhurnohi me te. Sot është vetëm njoftimi sepse mezi pristin njerëzit datën. Po, absolutisht. Njerëzit me pa durim pristin datën e protestës. Dhe u zjat biles pak. Ndërkohë socialistët nuk do t'ju presin më shumë se të hënën për t'ju bashkuar punës për reformën territoriale. Cili do t'jetë qëndrimi juaj, zoti Berisha? Mbrojtja që ata i bëjnë, bllokimi që i bëjnë drejtësisë dhe mbrojtja që i bëjnë vjedhjeve miliardsha të Edi Ramës dhe Luvie Ballukut bëjnë të pamundur çdo formë bashkëpunimi me mandatet e krimit të kësaj mazhorance. Luvie Balluku është historia më e turpshme e një vendi në cilin kreu i organizacë kriminale përdorë si mburoj atë për të shpëtuar veten e tij. Për të shpëtuar veten e tij. Por regjistrojeni mundësisht dhe uftoj qytetarët ta regjistrojnë memorien e tyre. Garantoj se sot në planet nuk ka një kryeministër të dytë si Edi Rama i cili prapa çdo firme të ketë një vjedhje. Nuk ka. Prapa çdo vendimi të ketë një vjedhje. Nuk ka. Nuk ka. Ndaj dhe kjo që shifti me Ballukun ka të bëj vetëm me këtë që thash. Ju morët vesh. 10 ditë më parë i dha vllau të vet 30 me 2-3 vendime me firmë nominale, 38.000 metër katror tokë, 37.000. Tokë publike. Pasi ka vjedh vetë bazat e ushtrisë, Limjone me radhë, tani është kthyr reparteve me vllain e vet dhe u rëmben tokën me emër. Me emër. Nuk ka. Në çdo vendim ka vjedhje. Në çdo vendim ka vjedhje, ka plaçkitje. Ndaj dhe ai nuk mundet kursesi të pranoj heqjen të se shkon vetë, të shkoj para drejtësisë, po do ta çoj sovrani. Zot Berisha, ndërsa ju paralajmëroni